Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit të pavarur Festa. Ju përshëndes nga studioja qendrore e televizionit, ku sonte në episodin e ri të podcastit Fol, do të bisedojmë me një mik timin, me një kontribues të madh në shumë rrafshe, si në arsim, si në politik, si në biznes. Një ish politikan, një ish punëtor të vyeshëm të arsimit, së fundmi një biznismen. Të gjithë do të dini, fjala është për Feriz Dervishin. Zoti Feriz, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në podcastin Fol. Falënderit, mirëmbrëma dhe është kënaqësi që të jem në studion e juaj. Zoti Feriz, ju keni një karrierë të bujshme. Jo vetëm në një drejtim, por në shumë segmente keni kontribuar te i mase. Por do e nisim nga fillimi. Ju jeni nga fshati Bellanac. Atje keni filluar gjithçka. Them gjithçka sepse me fillet e arsimit fillon edhe ardhmëria e një individi, por edhe një kombi. Mund ta nisim këtë bashkëbisedim me shkollimin tuaj në Bellanac, si kanë qenë atëherë shkollimi, si kanë qenë kushtet? Absolut, unë jam i lindur në fshatin Bellanac, edhe dije se në çfarë kushte kemi jetuar në atë kohë, kur asnjë lloj infrastrukture nuk ka qenë aktive. Kemi qenë të izoluar në çdo aspekt, edhe nga natyra dhe nga shoqëria, them. Nga natyra për arsye se ka qenë fshati izoluar, as rrugë, rrymë jo, ambulancë jo, në ato kushte të cilat vetë i ka kriju natyra, por edhe nga shoqëria kemi qenë për një kohë shumë të përndjekur nga sistemi atëhershëm, kështu që ka qenë një katrahur shumë e madhe, them, po edhe mbi gjitha, si fëmijë në moshën 11 vjeçare ngela pa njënin prind, po duke falënderu nanën time edhe mixën, i cili u përkujdes për mua dhe nana u përkujdes, edhe fillova shkollimin. Shkollën fillore kam kryer në Bellanac, ka qenë mes fshatit Izvor dhe Bellanac një shkollë, atje e kemi kryer deri në klasën e 4, mandej prej në 5 deri në 8 e kam kryer në Slupçan. Kështu që një kohë jam detyruar të udhtoj prej Bellanocit deri në Slupçan, do të thotë mbrëmja ditës poshtë nalt. Një 2 vjet kam netën të një hall në Allashet, ku ishte pak më afër, po duhet ta falenderoj edhe ato tash është ndjer, po është për kujdes. Profesisht sa kilometra ka Slupçan Bellanac? Slupçan Bellanac fiks 12 kilometra ka, një drejtim. Vetë u thëshë apo? Vetë kam udhtu. Edhe unë Kishe frikë? Jo, nuk kam pas frikë. Edhe unë habitëm se si kam mujtë nëne, po edhe si Këtë po e pjesë se atërë s'ka pas, as rruga, as asfalt, as gjë s'ka pas. Edhe unë habitëm se si nana ime ka mujtë toleru ata, po ajo mendonte se unë do ta mbaroj shkollën klasën e 8 dhe do të shkoj në bana hoç. Ka qenë shumë emocione kanë pas për arsye se baba jam ka qenë hoç, edhe ka kriju ushtrin në manastir. Gjatë kryerjes ushtrisë atëhershme, sigurisht ka qenë viti 46-48 mos lirimit, takohet me një hoç të manastirit, i cili kishte pas një bibliotekë shumë të madhe, në gjuhën perse, gjuhën turke të vjetër, gjuhën turqishte të re edhe arabishten. Edhe baba jam ka pas një, po ashtu e ka bajtët literaturat atë bibliotekë prej manastirit, edhe ka përën Bellanac, që ka pasën shumë libra, shumë qitape i thëjke. Edhe mizja dhe nana, kështu që kishin një dëshirë të ketë kush me i lexu ato, nesër të unë të mësoj edhe arabishten, të mësoj edhe persishten, të lexoj edhe Kur'an, bona një hoxh edhe
ti përdori ato libra, të thot punoj me atë bibliotekë, edhe ndoshta ka qenë ai vullnet shumë i madh që e ka izoluar edhe atë frikë se prej Bellanoce në Sluçan me ardh Timen, Ftoft, Borë, ka qenë rruga jo e mirë, nuk e di se çish ka përballuar me përcjellën mu. Po ja dola e kryta shkollën e klasën e 8 në Sluçan, mandej që gjimnazin u regjistrova në Goce Dolçev Kumanov. Edhe ai ka qenë mjaft vështirësi në për shtëpia të huaja me tjera të në si nxans. Mase e kryta shkollën gjimnazin Goce Dolçev, mu imponu mu që të kthehen në Bellanoc edhe të punoj si mësues. Kam filluar me gjimnaz me punu. Po gjatë inspektimit një herë. Cilin vit ishte kur fillon si mësues? 69, po. Në herë ndjeri Mustafa Veseli, ka qenë enciklopedi, ka qenë edhe një pedagog i pazavendësueshëm. Ishte inspektor në biron për zhvillimin e arsimit, unë si vellëstar, ai ka vërejtën të unë se kam potencial, kam energji për punë, po nuk kam ditë metoda, nuk kam qenë as normalist, po kam qenë gjimnazist. Edhe ai mëzoj me kry ato lëndë kvalifikuese për mësues. Të normales. Normales, edhe ato i kryta në shkollën e mesme dhe Flusmar, kum do këtë. Kam harru për atëherë. Fillova me punu, mandej e regjistrova juridikun. Para se me kry juridikun, u dashke shkolla e lartë pedagogike, kryta në Prizren shkollën e lartë pedagogike, punova 4 vjetë në Bellanoc. Në vitin 73 u shpërngullëm prej Bellanoc edhe erdha në Çerkez, e punova një vjetë në Kushtak, u ktheva prap në Allashes me punu. Se tamam. Në Allashes edhe prej atje shkova ushtar, u ktheva prej ushtërisë, deri në vitin 80 punova në Allashes, mandej u transferova në fshatin Çerkez. Po jetë deri kur ishte populluar fshati Bellanoc, deri kur kishte frymonte me jetë, me gjallëri? Po deri në vitin 1981. Atëherë do është mbyll shkolla, kanë qenë edhe nxënësat e fundit kanë qenë. U shpërngulën prej Bellanocit edhe u mbyll shkolla, mandej u prish shkolla. Edhe prej atëherë nuk ka ekzistuar më atje, nuk ka ekzistuar shkolla dhe po në vitet e ardhshme pastaj punove në Çerkez, atje edhe isha edhe drejtor i shkollës, ashtu. Në vitin të 80-81 erdha në Çerkez, punova të fillova si arsimtar, si mësues i grupit klasor. 2 vjet punova, deri në 82 mandej u zgjodha si përgjegjës i shkollës. Mandej edhe drejtor isha i shkollës fshatit Çerkez. Sepse ishte shkollë periferike e Bajram Shabajt, njëherë, pastaj e Vllazërimit. Shkollë periferike e Vllazërimit. Po njëherë edhe e Bajram Shabajt ka qenë, kur ishte një shkollë. Po, ka qenë e Bajram Shabajt në kodrët në Vllazërimit. Po edhe Vllazërimi ka qenë në kodrët Bajram Shabajt. Mandej u ndarë Vllazërimi, fshati Çerkez met me Vllazërimin, deri katë vitit 86-87, kur unë vetësu shkolla dhe unë e pazova me emrin 1 maj. Për arsye se më imponoj që në lloj emra, jo doktor Ivan Ribar, jo Sava Kovačević, jo s'dishka. Unë i pata propozu disa emra shqip të shkrimtarve, figurave historike, edhe ato të thanë në këto zvinë parasysh, mandej nuk doshna, edhe ma i kapshëm ishte 1 maj. Po nuk e di mandej kush, unë deri në vitin 1993, punova në Çerkez, edhe ka viti 91, e themelova një firmë private njëherë me tregti, mandej në kohën e Ante Markovićit u bë liberalizimi i tregut në Jugosllavinë atëhershëm, edhe unë fillova me autoshkollën. Kjo është një kapitull i ri në jetën tuaj. Në çfarë moshe fillove të notosh në ujërat e biznesit privat?
Kur ka qenë, cili vit? Një herë mas liberalizimit të tregut. Po, 91. po u largove nga drejtoria apo ende vazhdove? Deri në 93, jo. Vazhdove. Në vitin 93, kur formoha komisionin për provime për vozitës të gjitha kategorive, nuk ishte kadër, unë isha edhe me fakultet, isha edhe me licencë për instruktor, edhe e udhëheqja një grup, ishte Vazidi Rametlia, Raifi, ishte Enver Rushiti, edhe ma mirë vinte unë të punoj në firmën time, se sa mirë, zoti Veriz, si u gjendët në ujrat e biznesit? E kishe vështirë? Ishte vështirë të kalosh nga prona shtetërore në pronë private, ku gjithçka duhet vetë të sigurosh, e s'ke asgjë të siguruar nga shteti. Nuk ka qenë për mua, se çdo herë ëndrë kam pas që unë veproj në merit pambarën, jo ndonjë firmë të huajt punoj. Unë kam pas një kusherin në Turki, djali i Hamzës Bellanosës, edhe ai ka punu në Libi, si përmars në ndërtimtari është marrë. Kam udhëtu me ata shumën në Evropë, edhe një herë në Itali u taku me disa veprimtarë të mëdhej të kaluarës, cilët kanë qenë të ndjekur prej komunizmit, edhe duke pa atë nëse si po vepron i lirë në një shtet jo socialist, nuk ishte socializëm, po kapitalizëm atëre, edhe androjsh në unë të veproj vetë. Në Jugoslavi nuk kemi pas në diktaturë shumë të madhe në atë aspektin e liberalizimit ose tregtisë ose punës. Jugoslavia dhe s'ka qenë shtet ekskluziv komunist? Jo. Në krasje me Shqipërinë dhe Bullgarinë ka qenë një farë liberalizimi pak më i madh. Në krahasim edhe me gjithë bllokun e lindor, ma liberal ka qenë. Edhe kemi mujt me pas ndonjë dugaj, kemi mujt me pas ndonjë mjeshtri me punu privat. Edhe kështu që për mua nuk ishte ndonjë, ku me ditë se shka me thonë se po kaloj, unë ditën që kam fillu me punu në biznes, unë isha drejtor, kam dhënë ndërheqje prej drejtorit shkollës, edhe më nuk jam kthy në nërsim. Jo vetëm nërsim, po në asnjë punë shtetit. E nise me një market apo me një shitore, sot keni disa kompani. Ku qëndron sekreti i suksesit? Vetëm punë e sinqertë. Punë e sinqertë, dush kur ta trasojsh rrugën, ta trasojsh për kohë më gjatë, jo sot për nesër. Për shembull me punu sot edhe nesër, me fillu me mashtru dikan, ose me mashtru shtetin, nana ime thoi ke biro, mos pi ujë në çeshme të shtetit. Absolut. Mos me pi në ndonjë shtet i cili është për një me shtet. Mos flasmi për të në Ballkan. Flasmi për shifni se çfarë pushteti, çfarë shteti, çfarë qeverisë kemi, çfarë disipline. Po ma mirë është me urujtën punë, vetëm punë sinqert, punë jo me dallavere, jo me tradhtia. Unë kam punu, po asnjëherë nuk i kam largu ligjit. Çdo herë kam pas njëri i cili është për kujdes me i mbledh ato fletat zyrtare, ku paraqiten ligjet. Edhe i kemi marrë, për shembull kam punu me tregti, në suazat të ligjit kam punu. Kur kam fillu me autoshkollën, e kam ditë se cilat janë kompetencat, cilat janë detyrimet e mia, obligimet, dhe nuk e kam bërë shkeljen të ligjit. A desha të them, kur mu s'paku s'kam dëgju që keni bërë ndonjë shkelje të ligjit? Me një nëndor të 90-ës e kam themelu firmën, me një nëndor, po ashtu, të 91-shit, e kam hapë autoshkollën, të thot tash jemi 25, kam pas komision prej 93-ës, tash jam me licencë, i licencum top driver prej 2008-ës, njëherë 10 vjetë, tani 5, prap 5 vjetë,
asnjëherë kam pasën e kontrolla, shumë kam pasën. Asnjëherë, asnjë orë nuk kam pasën vërejtje ose mbyllje të veprimtarisë time. Ndërkohë, ju rritën edhe fëmijët, thash edhe ata pjesën dërmuese të barrës së bizneseve gjemtë e mbajnë. Ridhani dhe Agroni. Po. Me cilët kompani për momentin jeni duke disponuar? Autoshkolla Jugofer, Autoshkolla Jugofer, kemi kontrollimin teknik. Top Driver, Jo, Top Autofer. Top Autofer, po. Kemi licencën për organizimin dhe realizimin e provimeve për vozicës gjitha kategorive, ajo është Top Driver. Po. Kemi kompaninë Lon Engineering e cila mirët me ndërtimtari, tash është Një lami e re. po jo s'është bashkëre, 10 vite dhe e i ban, po tash për momentin jemi të ndërtu një ndërtesë këtu në hyrit Kumanovës, të rrethi. Tash më e reja është edhe rëntakar një nipa tash po e menaxhojnë ata. Po. Kemi një 7-18 vetura dhe kështu me tjera. Ato është sa për t'i angazhu, këta dy gjenë të ri, me angazhu në biznes, ta keni orar të jetës edhe ata. Po tash ka fillu Ridvani dhe Agroni bashkë, ata bashkëpunojnë edhe me voltaikët me punu. Një e ka lëshu në përdorim, tash edhe një e ka në përgatitje si për prej 2 megawattve, një është prej 1 dhe 2 tash i ka në përdorim me 2 megawatt. Po kjo pune e prodhimit të energjisë elektrike, mund bëhet e pavarur nga monopoli i vënës apo? Në kemi kontrat me... Keni kontrat, ashtu? Se e di me SMN, kemi kontrat, edhe si mbas berzës, si shkon, për shembull, berza për 1 kilowatt në orë, kanë kontrat sa kilowatt prodhojnë në orë, sa që fakturojnë edhe ato i lëshojnë zero llogari. Kjo është diçka e re tek ne në Maqedoni. Mi po që ka marrë një hovë të madh. Na kemi fillu këta që një muj, e kemi lëshu në përdorim, po ka shumë të interesume dhe shumë ka marrë havë kjo. Nuk e di se si, mendoj se e kanë kufizu tash numrin e këtyne panelave fotovoltaive të cilët të tjenë, se ma tu që si shkon nuk e di. Kemi edhe një restoran edhe 2 kafice ashtu. Ato janë prone i jonja, nuk kemi me qera, askun s'kemi me qera. Një kohë planifikojsh edhe në Bellanoz diçka, do të ketë diçka atje, apo? Po, atje kemi marrë për i shtetit një vend atje, ku ka qenë ai stacioni i policisë, aty edhe kam kry shkollën, i ka një 20.000 metra, kemi projektin për një pomë benzinës edhe një hotel edhe shtëpiza për pushim. Po kemi ngecë pak në dokumentacionin për arsye se administratët e na shumë e çuditshme. Na me gabimin e tjetër kuj pagujmë kështu penala i thojnë atje, nuk e di se si. Nëse mrena 9 muajve nuk arrin të përgatis dokumentacionin për ndërtim, Ministria e Transportit detyron se e kemi marrë në tender ata dhe tash pagujmë ata, po mendoj se për pumpën e benzinës është krejt në gati, për hotelin edhe për këto shtëpizat për pushim, aty janë ka fundi dhe mendoj se kësaj pranvere ja fillojmë. Zoti Ferez, çka do të thotë infrastruktura? Pikërisht nga mos pasja e infrastrukturës, gati gjithë malësia e Karadhakut është shpopulluar. Kanë zbritur ose në fshatrat fushore, ose në qytet Kumanov, po dhe në Shkope në Evropë. Benefitet apo frutet e para që po i shijon është pikërisht Bellanoca nga ndërtimi i infrastrukturës. Po e njëjta është tash edhe në Shtras kemi një ekspanzion. Po kemi edhe në fshatra tjera, Llashece. Po edhe ka kjo pjesa tjetër
Goshinc, Llukar, gjithandej vërejet, edhe pse bëhen shpopullime, por megjithatë edhe ndërtohen, jo weekend shtëpiza pushimi. A duhet shtetit këtë një politik, një strategji për krijimin e kushteve infrastrukturore, që sot të kemi një zhvillim të gjithëmbarshëm edhe të turizmit rural në rastin tuaj? Për të pas një avancim këtë lami për cilën e hapet temën, shteti ose komuna duhet të ketë projekt, duhet të ketë planifikim hapësinor. Nuk mundet pandimin e shtetit bet të zhvillosh turizmin. Në Belanoc ka fillu para një vitit gati një kulla resort quhet, është një objekt shumë i mirë, edhe njerëzit pëzojnë atë pushimin, mund që aty pëzojnë pushimin. Unë sonte isha që njëftarë dhe pasë nuk ishte vend ku më ulen. Këto kiti i ka bëha infrastruktura, i ka bëha rruga, po unë e di se sa kemi pasën probleme deri sa kemi arte rruga. Disa herë është mata e rrugë, në vitin 2003 na kemi rrymë elektrike, kemi pronë. Në vitin 2003 kemi qenë pa rrymë elektrike, fshati ka qenë. 2017 është lëshu rruga në përdorim, është asfaltu, kurse pika kufitare është hapën në 2021, në fillim të vitit 2021, në janar. Edhe me hapjen e rrugës edhe hapjen e pikës kufitare, është hapë një arterje cila e lidh Maqedoninë me Kosovën. Për fat mirë, fshati Bellanoc është afër pikës kufitare, edhe ka një konfiguracion, një nësim bidetarën, parafërsisht 1000 metra, është veni malor, kodrinoro malor, me ujrat të pasura, një klime ka tjerë zakonshme, edhe njerëzit për zgjedhin të kalojnë ndë një kohë në Bellanoc. Por nuk janë për të janë shkalu edhe Izvorin, edhe Allashecën, se qasaj rrugë edhe ata kanë fillu dhe ata të ndërtojnë, edhe ata të zhvillojnë, po ma tepër për gjitha fshatrëve është zhvillu fshati Bellanoc. Fshati Bellanoc tashmë është bërë një atrakcion i vërtet turistik. Atje edhe unë shkoj shpesh, me nipa mbesa, aty gjetë një qetësi, një peizazh mahnitës, një natyrë të paprekshme. Edhe unë mendoj se duhet bërë përpjekje, shteti, komuna, të gjithë, që të mundësohet jo vetëm Bellanoc, po edhe fshatrat përreth, që me një strategji të përbashkët të arrihen mjaft suksese në këtë drejtim. Shteti nuk ka interesim, po unë po them se në vitin 2003 një takim përbashkët që kishme Slobodan Kovacevski, unë isha, ishte Lutfi Aziri për Gilanit bashkë me Gjemal Liseni nën kryetarin, edhe si duket ka qenën Riza Alimi i Preshevës. Edhe këtu në Kumano ishin edhe përfaqësuesit të Unionit Evropian edhe të USAID-it, edhe të OSB-s ishin, edhe aty unë e hapa temën për rregullimin e rrugës edhe hapjen e pikës kufitare. Edhe e përkrahën gjithë. Pa e ka qenë viti 2003, në vitin 2013 ka fillu është zhvukur themeli për rregullimin e asaj rrugës edhe është bërë kontraktimi me një firmë të gostivarit, mandej për Bullgarie, edhe kështu që u rregullua e rrugë se nuk kanë pas interes, po ta jap një shembull se pse shteti nuk është interesuar. Mbi fshatin Slupçan është e ke pasë sa e bukur është edhe me pisha. Sa herën e kam informuar edhe Ministrinë e Ekonomisë, edhe Ministrinë e Bujqësisë, edhe kryetarën e komunës, po kjo nuk mundet se ato janë mbikëqyrjet të Ministrisë Bujqësisë dhe Pilltarisë. Është gjyna me pasë sa i ka kaplu një smoj ato droj. Ato sa kryma kanë. Po kemi alarmu edhe ne si televizion disa herë. Edhe nuk merr kurkush para ato. Unë atë pjesën ku e kam marrë në Bellanoc, unë vetë e pastroj. E pastroj, i presin ato rremat, cilët kanë ato krymat, i shkatroj
edhe nëse e shoh një ose dy ose tri, nuk e lë më ushtu atë. Po ato ishin edhe dëmshëm edhe për shëndetin e njeriut. Janë shumë, po ato mund me ra për atje, se ato janë si strajsa. Po. Varën si strajsa, një sigurisht i ka 500 larva të krimit, ato shtohen me shumë shtohen, ama kërkush nuk merr mosa, unë e di se ato drunj janë me ellën, dikon ka viti 72, 73. Sa janë bën tash një pjesë e djegën para 50 vjetëve, tash to i shkatron krymi edhe ato janë moshkrinjt e natyrës janë. Zoti Ferez, një kapitull tjetër, një pistë tjetër e suksesit, e kontributit tënd është edhe marrja me politikë varja, por edhe i të qenit këshilltar komunal në Këshillin e Kumanovës. 4 apo 5 mandate, sa? 5 mandate radhazi kam qenë këshilltar. 5 mandate radhazin. Keni qenë fillimisht këshilltar i Partisë për Prosperitet Demokratik, pastaj Demokracisë së Re dhe Ka qenë Prosperitetit, mandej në vitin 2005 ishme me nxjerrë përbashkëta PDSH dhe PPD, mandej në 2009 me Demokracinë e Re, se PPD u shkatërru, edhe në 2013 kalova me BDI-n, edhe në 2017 prapë me BDI-n. Brenda këtyre 20 viteve, deshtëm apo s'deshtëm, është fakt i gjallë se është punuar mjaft në rrafshin e infrastrukturës. Ndoshta jo aq sa kemi dëshirë, por është punuar sa keni qenë ju edhe në lagjet shqiptare. Edhe shumë projekte, ndoshta nuk është domosdoshmë të madhe, po shumë projekte bartin vulën tuaj. Ndikimi juaj i drejt për drejt ka bërë që të asfaltohen shumë rrugë. Jo vetëm të asfaltimi, po kanalizimi shumë. Janë bërë dhe shumë punë tjera, për shembull, pse mos tham se investimi i shkollës mesme gjimnazit Sami Frashëri është pavarësu edhe unë me emrin Sami Frashëri. E keni pakzu ju? Ju jeni kumbari. Unë, bashkë me Driton Ramadanin, ishte vaj këshilltar, ishme në Demokracinë e Re, edhe unë dojsha Ismail Qemali, kishmi propozimi jonë Ismail Qemali, po kurse si nuk pranon Maqedonët. As Maqedonët, as një tjerë, jo. Edhe gjetëm një gjuhë të përbashkët që në Këshillin Komunal përdorët edhe gjuha sërbe, kur e dhanë propozimin, thash po edhe Rome, pse mos mu përdorë në Këshill? Vetëm në seanca, materialet përkthejem të gjuha, dhe në mu nuk, jo mu pas popullatës shqiptare, si kushtoj ki kur gja, e banëm një kompromis që të mrohet me emrin Sami Frashëri, nuk pranun kurse si për Ismail Qemali, se do këse ku me dit Ismail Qemali do një terrorist ka qenë, s'kishin lexu, kur ja spjegova, pak i rrudhën kratë, po ma e kapshme ishte Sami Frashëri, edhe e mnum Hysén Ramanin si ushtrues dhe tyre, se i kemi pregadit, unë kam qenë në koordinator për mbetësimin, regjistrimin, deri sa të zgjidhet drejtori. Unë e kam mëvaj qatë punë, edhe shumë e njerëz më kanë thënë pse s'pe pranon ti me qenë drejtor, nuk e pash në të arsyeshme, unë njëherë jam largu për arsimit, po jo, mirë do të kishte me qenë në histori hinë drejtori i parë. Nuk mi hapim dhe ke pak. Edhe caktu me Hysén Ramanin, ushtrues dhe tyre, mandej ai morë edhe një mandat, Hysén Ramani, edhe kështu tjetra, kemi ndërtu 3 klasë të shkolla Toli, aty ka qenë deri në klasën e 4, mandej ka fillu deri në klasën e 9, shkolla Toli Zortumis, edhe ato ne kemi bo, kemi pregadit shkollën e mesme ekonomike, ku ka kushte që zakonshme në pjesën, në lagjen e Vedinjës të kazerma, të thot, kemi pregadit shkollën, po nuk kemi mujtë ata me vetësu, me panvarsu.
ajo ku punon kuadrët shkollës mesme ekonomike nëse Jo Peronakov. Peronakovi, po, se nëse Bogjoni është teknika. teknika. Po. Kemi po edhe punë tjera, shumë shkapin dhe gjaj, shpesh të këshilltarë do të ri, shkapin janë, jo kur gjënës është punu, në të punojnë ata, një 10 deri 20% sa kemi punu na, do të kishte me qenë mjaft. Po aty në ta shazanës për njët, janë bënë sukur pula, nuk e di, po e të regoj një farë si lloj anekdote është Gjergj Fishta kur ka thonën nuk ju frigova askujt po as ujkut, po rriurt për si pula në karrikën e kadukut. Këta më duket janë ullën në karrikë të kadukut. Kaduku ka qenë një dentist i parë shqiptar, edhe gjatë mjekimit dhamit, Gjergj Fishta i ka dhimbët edhe i ka shkruajtur të vargje. Dhe këta sikur se me ullë në atë karrikën e kadukut nuk ju një zanë, rrinë turë si pula, a kështu fjallët i kanë bëjegit më dhaja. Për i ndegje, ka njerë, po nuk du të mirëna me ato, unë jam penzion, kam jetën time, shumë qetë. Në periudhën tënde, do të bisedojmë pastaj edhe për penzion, në periudhën tuaj u emruan edhe drejtor shqiptar në disa ndërmarrje, që nuk ka qenë ndoshta më herët praktikë. Po edhe jo vetëm shkollat, keni bën mjaft në infrastrukturë. Keni hapë mjaft rrugë që s'kan qenë kurrë të kalueshme. Po edhe rrugë kemi bërë, edhe trotuare, edhe kanalizime, edhe kemi dhënë kontribut mjaft, po kush e di, s'është shumë me rëndësi. Kemi bërë edhe nxemjet i kemi fut në për shkolla, kemi bërë rrimin e dritareve, dyrëve, kemi bërë në Çerkez, në Llopat, në Bajram Shaban, në Infrashër, gjithë. Po edhe gjithkund ku i kemi zgjedhur drejtorët kanë qenë me të vërtetë kanë qenë ashtu siç duhet. Unë muj me i përmendën ato, për shembull Muhamet Zekirin në Infrashër është drejtor i shkëlqyeshëm. Në Çerkez Bajrami, Mehmet Bajrami është po ashtu i shkëlqyeshëm, Shpendi në Llopat është i shkëlqyeshëm. Mustafa Rametlia ka qenë në ekselente, nuk është i pazarësueshëm Bajram Shaban për kohën e vet. Edhe në Sami Frashër kemi pasën drejtor, mëndej ardhë ky Afrim Aliti, pa e lëshoj punën, shkoj, po kanë pasën sukses edhe kanë prunë rena për të shkolla, kanë pasë disiplinë. Tash nuk e di se si është nuk muj me folën, po... Po dhe në ndërmarrje publike për rreth kemi pasë në tregu, kemi pasë tregun, ose parkingun. Parkingun e kemi pasën, ato i kam emenu në kohën e demokracisë re, dhe mëndej edhe me BDI-n, po BDI-a ka pasën edhe të pastrim gjelbrimi. Roli ka qenë si drejtori para që pastrim gjelbrimi. Po ishte edhe të shtëpia e pleqve, një mandat e Xhemuredini si... Po, i ka qenë, sa e di, i PDS ka qenë. Janë këto, shef, edhe pse i takojnë së kaluarës, por janë një rrëfys për të ardhmen. Ja çka është punu përpara, po duhet punohet edhe tutje. Mu më brengosta pse në përgjithësi politika mirët vetëm me të kaluamën, edhe të e kritiku njëri tjetrin. Pse mu morën me të kaluamën? Hajde, për veli kratë edhe ti puno tash. Po përkundërzi duhet shërbeje e kalumja, kur është punu për 20-30 vite. Si bazament, ose sukur një shkallë ma nalt për me vazhdu. Ama jo vetëm vetëm kritika, a i ka fajet, të këshirët të njërë vetën ku je. Ti sa je produktiv për shoqërinë. Zoti Veriz, si këshilltar keni patur një autoritet, jo vetëm tek shqiptarët, por edhe tek të gjithë ata grupet e këshilltarëve në Këshillin Komunal. Si arritët që të bëjnë të respektuar të këtë gjithë? Thashone modestia, korektësia, kultura,
gjitha këto ndikojnë që se autoritetin mund është shumë nga dalë ta mrinjsh, po edhe mund është ta prish. Unë kam kalu me Slobodan Kovacevskin, shka kemi pas një bashkëpunim që është zakonshëm, ti biletin. Po ja tash pikërisht këto do të ndërlidhem. Kontributi juaj është i pamohueshëm dhe tejet i çmueshëm për ruajtjen e paqes në qytetin e Kumanovës gjatë konfliktit të vitit 2001. Edhe atëherë ishit këshilltar, ndërka që Slobodan Kovacevski ishte kryetar i komunës. Mjaft keni qenë aktiv takime me qytetar, me organizma ndërkombëtar, me lloj profilesh të politikajve. Si arritët të menaxhoni gjitha këto? Kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me kryetarin e atëhershëm Slobodan Kovacevski. Ke qenë edhe ti në kombinim aty, se për ato, gjitha ato punë që i kemi ba, i ke publikuar dhe popullata i ka ditë, edhe ke qenë një dritare shumë e informimit për gjithë rajonin e Kumanovës edhe Maxhan, për atë kohë, edhe në dham kontributin jashtë mundësive. Njëherë, në vitin 99 ishin refugjatët këtu, dhe na e organizuam përpritjen e refugjatëve. Të vllazërit tanë nga Gilani, ka Kosovës, erdhen këtu dhe i vendosëm në përshpija sa mëjtu. Mandej në vitin 2001, konflikti, unë ishtë në kryetari Komisionit për marrëdhënien interetnike. Edhe kisha kontakt me faktorin e jashtëm. Për shembull, kontakti i parë ishte me sekretarin e ambasadës Francës, i cili erdhi këtu ditën e dytë kur filloi me 3, filloi ishte në sotie e njëjtë, ai erdhi shtunën, edhe mandej shkova drejt për drejt u takova me ambasadorin e Francës, François Leotard. Terral. Terral, po. Po. Terral ishte. Edhe ai shtu në mënyrë taksative më ka thonë, runë e Kumanovën, se ju jeni humbës. Sa të mund i runë e Kumanovën. Nuk e di, popullata nuk e din ata, edhe sa shumë, s'ka nevoj shumë, po këtu Kumanova ka qenë në rrëthume me paramilitar. Ka pasën punkte ku kanë bo ushtrime. Kështu paramilitarët nga Serbijet kanë ardhën edhe kanë bo ushtrime, kanë qenë shumë pregatitun për me bo masakër në qytet. Po falë organizimit që kishmi, Kovacevski, Dragi Nestorovski kishmi deputet ta në atë kohë ishte Ismet Ramadani, Nasser Zimberi, unë e bashkë me Riza Shabanin, u angazhum Rametlia Sabri Asani. Spari fillum në Çerkez, mandej zgjarumat në Kumanovë, rasti i Sopotit, kur ishte rasti në 2003 në Shandodhi, po atëherë i mbyllën, ai fshati, se di si e quajnë tash ato, Vojinovice që ishin. Arbëri, ja. Që përkujtoj pikërisht ditën e parë apo dytën, erdhën i gati komplet grupi parlamentar i PPD-s në Kumanovë dhe Abdullah Divesi, Abdurrahman Haliti, të gjithë ishin, edhe pikërisht këto ishim në studion e televizionit Festa, nëse ju kujtohet. E di, kret ato. Edhe shkum në vend ngjarjen, po të i lirum ata, mandej fillun të me maska policia, të i maltretojnë popullatën, edhe atë i largum. Nëpërmjet Dragi Nestorovskit. Edhe ato u largu, u liru pak populata, mandej në përpunkte ku në fillim ishin krejt, nuk e di se që shifshin popullin shqiptar, ata ishin tradovishit, ishin strumisës. Nuk ishin të Kumanovës, nuk ishin. Nuk ishte të Kumanovës, edhe u maltretojshin njerëzit, mandej me iniciativen morën përsipër këto SB-s, edhe në çdo punt ishin ka 2 shqiptar, s'paku 2 shqiptar, edhe pak më ndryshe, filloi të sputet situata, dhe prej atje mandej me departimin e ndihmave humanitare, unë e di 10 kamiona kur i kemi nisën prej të punkti këtu të Alia Komerci atëherë, edhe i kemi cu për Lipko, për Slupçan, po
qendra ishte Lipkova atëherë, popullata më e grumulluar ishte në Lipkovë. Edhe prej atëherë ju dola pak si ndihmë popullatës, e kishin një telefon qelë çdo herë për çdo eventualitet, për çdo nevojë, isha i kapshëm për çdo kënd, edhe në bazë mundësive, po kisha edhe mundësi, i kam ndihmuar prej atëherë, nuk e kam tratuar askën. Asnjëherë s'kam qenë i korruptum, asnjëherë, do të thonë se do një mito diçka, kur s'kam qenë i korruptum, asnjëherë nuk kam bërë thyrje të ligjit, asnjëherë për ndonjë interes nuk i kam ndihmuar dikujt. Ato që i kam ndihmuar, le ta di Zoti, nuk kam në rëndësi. Të ndërlidhem, drejtor, karakterin tënd, personalitetin tënd e karakterizon edhe shpirti human. Ju gjatë gjithë veprimtarisë suaj keni qenë edhe një humanist i denj. Kjo nga vetë dëshira, vetë shpirti buron tek ju bamirësia? Kam pas një mik të mirë në Shqipëri për vdicaj, Mohamed Malla, pronari i Dajtit. Edhe shkova një herë në thirrje, ka pas një 400 musafiraj, ato janë të kolonjës, edhe me përkatësi fetare janë bektashian. Gati 10 kolonja janë bektashian. Edhe ai po thot, po më pyesin njerëzit, ka e kem rrinë kështu këtë pasuni, se ai kishte një pasuni të madhe. Tha, pasuria shtohet duke e shpërndarë. Duke dhënë zeqat. Përgjithësi, nëse mendon se pasunia vetëm për ty është, duke ki jasti. Unë mendoj se du të jem shumë modest, nuk po hin nga ajo ana tjetër humanitare se sa kemi bën ndihmë asi, po mund me thonë se asnjë manifestim kulturor apo sportiv në Kumano nuk mundet me kalu pa ndihmën tonë. Pa donacion. Pa donacion. Edhe kështu në atë aspektin vullnetar e japim ata. Dikush duhet të organizoj, të menaxhoj, po mjetet materiale duhet njerëzit i japin ato të cilët kanë mundësi me i dhënë mjetet materiale, dikush mundet me punu, për shembull, java e kulturës shqiptare, ose manifestime tjera. Po takimet poetike të Karadhakut, që ishin nga 93, ju i keni... Bajram Shabani, takimet poetike, të manifestime tjera kulturore, të për fëmijë, flutura, futbolle, gjitha, çdo herë jemi sponsor në gjitha këto manifestimet dhe këto organizime që bëhen, po duhet me ndihmu. Mos ta harrojmë gjatë karrierës suaj, edhe aktualisht jeni edhe ambasador nderi, ashtu si ishte titulli. Ja, ambasador i paqes, po. Edhe atë nga lobi shqiptaro-amerikan, ashtu? Jeni të propozuar. Misioni diplomatik për paqen në Europë. Unë jam i dekoruar me paqen e ambasadorit paqes nga ky mision. Kam edhe një mirënjohje nga Richard Butler, ambasadori Amerikës, po kishte këtu. Po kam edhe një mirënjohje nga Barack Obama, në shkruar me vetë nga Barack Obama për zhvillimet e proceseve demokratike në vendet e pazhvilluara, konkretisht në vendet e Ballkanit. Kam edhe një dekorat prej guvernatorit të Medlin, qytetit Medlin në Miami, dhe kontaktoj me ato tash, dhe kam si shok të mirë. Dhe disa tjera kam, po tash mos t'i numëroj gjitha me do. Këto janë pak më me rëndësi në karrierën tim. Kur merr dekorata nga personalitetet e këtilla, unë mendoj se s'ka çka flitet më. Mersh nga Butler, nga presidenti Obama, nga gjithë këto, flasin mjaft për angazhimin, për karrierën tuaj, për veprimtarinë tuaj. Dhe veprimtarinë tuaj, nuk them që është e fundit, po e pasunut, jo vetëm për personalitetin tënd, po për gjithë fshatin me një monografi.
i adhuruat fshatit një monografi që do të ekzistoj për të jetën, edhe për gjeneratët e nipa, stërnipa e shumë gjeneratët të ardhshme. Si ju lindi ideja që përgatitni një monografi për Bellanot? Thamë drejtën, kur e banën monografinë e qytetit Kumanovës, edhe ma lypi një emën mu Slobodan Kovacevski tjetë në komision për monografinë, për përpilimin e monografisë, unë e propozova Naim Halimin, a ishte doktor i parë i historisë. Tash është i ndjerë. Bile e kanë bërë një gabim atë, nuk e mbjemin Halimi, po Naim Hamimi. Edhe u baja monografia, u përkthy, mandej vetëm shqip nuk është përkthy edhe në anglisht, për i maqedonishtës në anglisht, që di në gjermanisht është përkthy. Për sa vite me radhë kanë kalu këto, lufta e parë botërore, lufta e dytë, lufta UÇK-s, trazirat që janë bë, shpërngullet që janë bë, asnjë nuk ka shkrytën për të troje. Ustëm për Bellanocën as dy fjali kur si ka shkryt. Tevfik Jahiu pas shkrytën, po nuk ka qenë në një histori, edhe a e pathmur si shembull Hamz Bellanoca me Arifin, po një faqe se ka shkryt për Hamzën e Arifin, ka shkrytën për qertë, masanej, edhe unë nuk e ka morë për bazë, sa disa materiale që i ka shkryt për Hamzën, të unë i ka morë. Edhe të e pas parasysh se nuk ka shkrytën dikush, nuk dihet as prej ardha, ja prej këtu, janë prej atje. Unë kam një mik të mirë, Mark Palnikaj, është një hulumtus i mirë, po edhe me Marin Memën, ishte këtu musafir në Kumanov, kontaktova kjo, edhe kjo është hulumtus Marin Mema. Edhe për ardhen, rrënjën e fshatit, të e morë parasysh se gjithë fshatit është fisi gash, edhe i takojnë të konfesionit islam, do të thot me fe islame, e kam gjetën rrënjën prej ka, cilin vit janë shpërngull në Bellanos, edhe e kam shqellu edhe emnin e fshatit Bellanos, si variantat mundura, jo cakt, po si variantat mundura, dhe i kam shkrujt në libër, po është shumë me rëndësi etnogjenezën e të gjithë familjes e kam shënu. Prej themelimit deri tash, do të thotë, edhe fëmijët, që para 3 vjetëve, 4 vjetëve që kanë lindë, i kam shënu në libër, dhe kjo monografi u promovu, këdim duket në shtator, apo jo, ka funi i gushtit. Jo më vonë, se ishte një mot i ftoft me shi, me... Ja, kërkoj njësë. Me 11 tetor është promovu libri në fshatin Bellanos, se 11 tetorin e kemi në edhe si datë historike, se me 11 tetor janë pushkatu ose janë likvidu herojt e fundit të cilët i kanë taku ballit kombëtar. Aty ka qenë Hamz Bellanoca, Arif Bellanoca, ka qenën Ali Syl Staneci, ka qenën Sul Hotla, ka qenë Samir Rizarja, edhe 4 qenë të Ali Berezës. Do thot 9 i kanë pushkatu me 11 tetor të vitit 1947. E kam shënu edhe vendet se ku mundet me qenë në 2 vene, ku mundet me qenë pushkatum. I kanë lypen mësa në gjemë të ato, po kjo ka qenë realiteti se i kanë pushkatu me një forë shumë të shpejt, edhe e kanë shpërdas se jo e kanë dalën ata për Jugoslavisë atërshme, me qëllim se kishte halan malisht, ende në zetë koha, ti dizorientojnë njerëzit, mos fillojnë ndonjë, po kanë dalën edhe në të lypin në Turki, në Belgji, në Amerikë, në Gjermani, në Greqi, dy kur veshin të gjemë të Hamzës tu, shkojmë në Itali, takome me Hisen Tërpezën, me Hasan Ballancën, me ato, ato në 47 njën përshkatum. Si u mirë pret monografia në jo vetëm Bellanot, po edhe në Gjorë? Shira, ja një vepër kapitale, kam bo me vetë financim,
kam ledh material për njerëzve të cilët kanë mujt për familjet e veta, kam pas materialet mia, për shembull, prej këtyre gojdanave, prej këtyre njerëzve më të vjetër, për shembull, prej djemve të Hamzës, prej vllazërive të Hamzës, prej mizës tem. Unë baba plaki jemi, unë e kam rrije, i ka vdekën 65, i kam pas 15 vjet ato tregimet, hala më kanë ngelen kujtime dhe prej disa më të mëshurëve të fshatit, i kam përmbledh gjitha në këtë libër. Libri përmban 500 faqe. Është mjaft voluminoz. Voluminoz, po është edhe me shumë përpikshmëri i punum, do thotë me kvalitet shumë. Tash unë me vetë financim nuk kam dashur për jashtëkujnë dhe 500 shembuj i kam gratis i jap. I shpërndaj gratis, nuk du për jashtëkujt me thonë jo e pagujte, jo se paguj, ja kam parë, merët i dhe sa do në me pas në librarinë, në bibliotekën tane. Kjo është në tjesë se pak një të dinë se prej ku fillon nëse do në dikush me punu. Keni shpërndarë monografinë në për bibliotekat të ndryshme? Jo, nuk e kam shpërndarë. Do të në Sevdeilit, ja kam Sevdeilit e Mirit, ja kam monën, në atje me i që në Shkup, këtu në bibliotekën e Kumanovës që të deticojnë, në Gilan, edhe në Prishtinë, edhe në Tiranë do të shpërndaj. Zoti Ferez, ja dal nga dal, po i afrojmë me fundit të emisionit. Biseduam mjaft, 50 diçka minuta kaluan, por sikur 5 minuta të kishin kaluar. Keni edhe diçka për të përmend, ndoshta që unë s'ju pyeta, nga veprimtaria juaj, nga karriera juaj e gjatë? Po ja, nuk kam shkamon edhe në atë aspektin e zhvillimit infrastrukturës fetare në Kumanovë. Kam dhënë mjaft kontribut. Për shembull me iniciativën dhe me munin tem është ndërtu kjo në lagjen e Trimave. Është ndërtu në fshatin Çerkes. Është zjanuar xhamia e madhe në qytet. Është ndërtu shtëpia administrative e Bashkisë Islame Muftinisë Kumanovës. Do thotë aty askund nuk ka mungu të xhamia e Haxhi Shefketit, nuk ka mungu aktiviteti jem. Po unë po thëmë se gjitha këto veprimtari, unë të kështu po i bashkëbisedojmë për arsye se kemi bashkëvepru. Kemi bashkëvepru. Besenarisht gjatë vitit konfliktit 2001, të ke qenë një dritare për informim, njerëzit kanë qenë shumë të informum në përmes juve, çdo gjë keni informuar, që tu kemi bashkëpunu, bashkë kemi qenë, çdo gjë e ke ditën, çdo gjë e kam ditën. Kemi rujtën qetësinë e popullatës, po unë muj me thënë se 5 kilometra në zhvillu lufta për i Kumanovës, as 5 shpulla dikush si ka morën për i policisë atëherë. Nuk ka qenën pak, ndash ta din, ndash mos ta din popullata. Unë kam qenën çdo herë në kontakt me çdo kënd, asnjëherë telefonin se kam mbyll. Për çdo eventualitet, a për ndihmë, për të mjeku, a për nëse e kanë morën, po e tregoj vetëm një rast, Mulla Ridvanin e Opajës. Kur e kanë morë Mulla Ridvanin e Opajës, policia dhe kanë çu, edhe ka kalu aty një vajzë e Ramalijës, nuk për e di, ka vdekë edhe është për rahmet. Kur e shef, thot një, çka muj me të ndihmu, ka mendu dhe një cigare dhe një ujë. Jo motër, thot, që këtë numër, ja ka dhënë numrin tem, nëse mund është me kontaktu, ta dihet që ky person se këtu jam. Edhe ajo më paraqitët, unë ishte të Bashkia Islame, se aty më tepër sjellshmi, e informova OSB-n, informova gjithë ambasadorët për 2 orë në zero. Edhe ai kur dul, më tha, vetëm po të angazhoj, se ai në paj nuk ishte njerëz. Ai kishte disa frim lopi, rujke, a ban tha çdo ditë ora 10 unë me të paratit, ta di se ekzistoj. Mulla Ridvani është ende. Nëse nuk lajmërona, dije se diçka ka ndodhur, mos shkoj poshtë. Edhe derisa ka mbaru, ai çdo ditë më ka lajmëruar në ora 10, më lajmëron në telefon e dish nëse është këtë në rregull. Po e mora këtë si shembull vetëm një, po ka pas shumë si lloj. Kështu shembull ka pas. Apo është gjënon që ose
mundesh me bën diçka dhe je në vend çka mundesh edhe mos me vën kontributin ta, është gjinat e Zotit. Absolut ashtu, ne kam dhënë ata, kam dhënë për veti. Sa tash me herë tash jam në pension. Dhe si po ju duket jeta Jo, nuk kam ndonjë ndryshim për arsye se unë kam hobin tim, i vizitojnë mëngjes, pothuajse çdo ditë. Ku gjendesh më tepër, në Kumanov apo në Jo, Bellanoc? tash rri në Bellanoc. Tash Ramazani mbaron, si të mbaroj Ramazani, kam villën në Bellanoc, atje kam komplet. Po edhe një sekret apo tash, një virtyt tënde do ta them. Kur del pranvera mysafir mos pranon Kumanov, vetëm në Bellanoc. Në Bellanoc. Po, ase atje i ka hije, edhe mysafirllëkit, edhe bisedave, edhe një kafe me pi, po guri peshon vend veton, atje kam lind, dhe normal se e duhe vendlinjën time, e duhe natyrën, real e duhe natyrën, mu më dhem shpirti kër e shoh dikush se e shkatron malin, po e presin. Po ka kusheru, nuk i dalë saj basajna. Shteti, nëse ka shtet, në të ruje. Jo, e du natyren, e du fshatin, e du vend linjën time dhe e kaloj jetën shumë tjetë. Dhe të veris, takimin tjetër do të lëmë në Bellanoc dhe Zotin. Unë tash të falemderoj që ishe mysafir, që të bashkë bisedum, shtjellum disa tema, u përkujtum për disa aktivitete që me të vërtet meritojnë respektin më të madh që keni bërë si këshilltar komunal, si biznesmen, si punëtor i arsimit. Unë ju dëshiroj shëndet të mirë dhe suksese në veprimtarinë e mëtejme, sepse ju nuk dini të pushani. Ju falenderit, zotëri Nezat, është fakt ajo se edhe kështu publikisht, po e them se unë një kënaqësi dhe një satisfakcion shpirtëror, për arsye se kam një respekt, kësoj një autoritet në qytetin e Kumanovës, po edhe ma gjerë, po edhe e vlerësojnë ato popullata dhe kam respekt. Kështu që publikisht ju falenderoj të gjithëve, tash normal dije se nëse dojnë krejt ata rije total budal. Po ata shka din me vlerësu edhe ata, normal se me vlerësojnë edhe me respektojnë edhe i respektoj. Mu nuk më intereson, unë kam qenë drejtor në Çerkes tash. Kam pas profesor, kam pas edhe shërptor. Do shta më tepër e kam respektu shërptorin se sa profesorin. Edhe u habesin, a i ndoshta s'ka pas mundësi me u shkollu me kry një shkollë shërptori, ka ngel shërptor. Po ato vetit, karakterin e ka pasën taman njeri i formum. Po, jo më katë, respekto që të respektojnë. Respekto, si dush me të respektu. Edhe njërë, faleminderit që ishe sonte mysafir, por nuk do të jetë kjo emision i fundit, sigurisht edhe herave tjera do të na vish kur të ftojmë për të debatu për çështje të ndryshme, sidomos që i takojnë të kaluarës, po pse jo dhe për planet të ardhshme, qofshin në infrastrukturë, ose së paku me këshillëdhënie. Faleminderit edhe juve për fund, ju dëshiroj shumë shëndet mirë, suksese në tarë, inshallah Zoti ju ruan juve, e ruan popullatën e Kumanovës edhe gjithë shqiptarët, edhe gjithë popullin i cili jeton. Inshallah nuk na vjen ndonjë e keqe me pas se pak bota është në luhatje, rinia pak është çapres, nuk e di vetën shumë. Po inshallah Zoti i drejton gjithë dhe neve, inshallah Zoti na ruan. Faleminderit edhe një herë. Shikues të nderuar, ju falenderoj edhe juve për vëmendjen dhe kujdesin që patët gjatë këtyre gati 60 minutave. Një kënaqësi që patëm mysafir një person me karakter, me respekt siç është Feris Dervishi. Natën e mirë dhe mirupafshim me episodin e radhës të podcastit Fol në televizionin Festa. Mirupafshim.